Të nderuar miq, selam aleikum. Ja ku po takojmë edhe në një emision të ri këtu në Freskinë Verore në ekranin e PIS TV-s. Edhe sot nuk do të mungojnë materialet dhe tematikat e ndryshme të cilat do i trajtojmë gjatë minutave në vazhdim, siç është kjo rubrike së parë e cila ka të bëjë me praktikat në xhami, rregullat të cilat duhet i ndjekim dhe duhet i ketë parasysh çdo besimtar i cili mësyn xhamin, pra për kryerjen e kohëve të namazit. Për këtë rubrik kemi të ftuar mysafirin hoxhen e nderuar Blerim Rexha, me të cilin do zhvillojmë këtë bisedë. Po pra miq, ashtu siç e paralajmërova, pra tani do zhvillojmë një bashkëbisedim në lidhje me tematikën pra që ka të bëjë me rregullat dhe praktikat gjatë vizitës që ne kryejmë në për xhamit tona. Kam nderin që mysafir të ftuar ta kem hoxhen e nderuar Blerim Rexha. Selam aleikum. Aleikum selam ratullah. Mirë se ju takoj. Mirë se u gjetëm dhe mirë se pranuat që të diskutojmë në lidhje me çështjen e rregullave dhe praktikës në përgjithësi gjatë vizitës që bëjmë në xhami. Faleminderit për jush, faleminderit për ftesën dhe mirë se keni ardhur në qytetin e Gjakovës. Kjo është xhamia Sefës, një prej xhamiave më të lashta në qytetin e Gjakovës, nga xhamit më të gjalla, dhe xhamit e kanë një pozitë madhështore në fenë islame. Është vend strehimi i besimtarëve, ku ikin nga dyshimet, ku ikin nga dilemat, ku ikin nga dinamika jetës dhe kërkojnë atë paqen, atë lumturinë në një prej shtëpive të Zotit. Dhe në këtë kontekst, cila është rëndësia pra që xhamit kanë në jetën e besimtarëve hoxh? Xhamia ka një rol kyç në jetën e besimtarit. Besimtari njërin prej adhurimeve më madhështore e kryen në xhami. Është falja e namazit. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "Waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Falni namazin, jepni zakatin dhe bini në ruku me ata që bijnë në ruku. Pra faljen e namazit e bëjmë në xhamat, e bëjmë bashkërisht dhe e kryejmë njërin nga obligimet më madhështore të faljes së namazit në xhamit e Zotit. Dhe jo rastisht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me të shkuar në Medinë e ndërtoi xhamin, në mënyrë që të jetë epicendra prej nga zhvillohet dhe zgjerohet shoqëria islame. Por cila duhet të jetë sjellja, baza e sjelljes së mirë për një besimtar hoxh i cili vendos pra faljen e një vakti në xhami? Besimtari në përgjithësi e shikon një herë edhe ndjen përzgjedhjen që Allahu i lartësuar ja ka bë që t'i përgjigjet ftesës së tij. Andaj besimtari i devotshëm është që niset për në xhami para se ta dëgjojë ezanin, se dëshiron t'i përgjigjet ftesës së Allahut para se t'i bëhet thirrja eja në namaz, eja në shpëtim. Po nëse e dëgjon ezanin, me të dëgjuar fjalën hayya ala salah, hayya ala falah, e përsërit duke thënë la hawla wala quwata illa billah. Kjo thirrje që është eja në namaz, eja në shpëtim, i përgjigjet sipas sunetit të pejgamberit ton, nuk ka lëvizje dhe forcë dhe ndryshim të gjendjes përveç se me lejen e Zotit. Dhe e ndjen që Allahu i lartësuar ja ka mundësuar t'i përgjigjet ftesës së Zotit. Dhe e ndjek pastaj hap pas hapi gjatë rrugtimit drejt xhamive, e ndjen hadithin e pejgamberit ku thotë në çdo hap ngritet nga një grad dhe nga çdo hap që e bën besimtari drejt xhamive i fshihet nga një gjuna. Dhe me të arritur në xhami, fillon me lutjen tjetër hapëse të xhamisë, ku besimtari me të hyrë në xhami, në kërkim të mëshirës, në kërkim të mirësisë së Allahut, thotë Allahumma iftah li abwab rahmatik, o Zoti im, mi hap dyert e mëshirës tënde. Dhe fillon dhe hyn me këmbën e djathtë. Këto janë rregullat bazë para se me hyrë në xhami, gjatë rrugës në xhami dhe me të hyrë në xhami. Pra këto janë disa nga synetet të cilat duhet ketë parasysh çdo besimtar që vendos pra të vizitojë xhamin. Në këtë kontekst pastaj sigurisht se futja në xhami është ka një peshë, pra një barë për secilin besimtar, sepse padyshim se duhet t'i respektojmë disa rregulla të cilat janë bazike, por që duhet t'i respektojmë, apo jo? Po, padyshim, kur besimtari fillon të përgatitet në xhami, hyn me këmbën e djathtë dhe lut Allahun e lartësuar që t'i jep nga mëshira e tij. Besimtari e përjeton këtë përgjedhje që Allahu i lartësuar ja ka bërë atij.
dhe me të hyrë në xhami e ndjen me gjithë zemrën e tij dhe me gjithë shpirtin e tij që Allahu i lartësuar e ka përzgjedh dhe ja ka ngrit gradat e tij, e ka rreshtuar në mesin e besimtarëve që i binden atij. Sikurse me lajket që i binden dhe i rreshtohen Allahut të lartësuar, ashtu edhe besimtarët e devotshëm, të cilët i binden thirrjes së tij dhe i përgjigjen thirrjes së tij, kërkojnë nga mëshira e Allahut, shpresojnë në mëshirën e Allahut dhe friksohen nga dënimi i tij, e dinë që në xhami e kanë burimin e lumturisë. Ikin nga telashet e dunjas në kërkim të lumturisë dhe prehjes dhe qetësisë shpirtërore. Dhe besimtari sapo të hyjë në xhami, e ka një sunet që duhet ta veprojë. Ai sunet është falja 2 rekateve për shëndetësit të xhamisë. Dhe kur besimtari hyn në xhami, është një sunet tjetër që duhet ta zbatojë me rastin e faljes së 2 rekateve. Është që të kërkojë një sutër. Sutër është pengesa mes namazliut dhe aty çfarë ka përpara. Dhe ku është më afër sutra se sa në safin e parë. Andaj besimtari shkon dhe kërkon sutrën në safin e parë dhe kështu bashkon mes 2 shpërblimeve, faljen e 2 rekateve si përshëndetëse të xhamisë dhe safit e parë që është më së afërt te imamit dhe ka shpërblimin më të madh tek Allahu i lartësuar. Pra hoxhë, me një fjalë edhe vendosja dhe pozicionimi i sava, pra duhet të ndodhë natyrshëm me besimtarë të cilët frekuentojnë më herët. Pra me këtë dua të them se sigurisht kemi edhe disa praktika që nuk duken mirë edhe në aspektin pamor, pra për besimtarët të cilët janë brenda dhe të presin ta falin namazin, cilin do të qoftë namaz, po këtë e bëjmë më së shumti gjatë namazit xhamas, dhe kemi nga ata që vinë ndoshta minutat e fundit dhe nga lëvizja që bëjnë kapërcimin nga safi në saf, sikur duan të shkojnë në safet e para. Si vlerësohet kjo? Po valen, në fillimisht besimtari rregullat e xhamisë duhet t'i mësoj dhe pastaj përgatitja për me ardhur në xhami fillon qysh në përgatitjen e tij në shtëpi. Duke marrë abdes mënyrë të përsosur, duke ecur ngadalë, nga se pejgamberi jon na ka mësuar që të mos nxitojmë në ecjen për drejt xhamisë, se ky ngutim, kjo nxitim për me mri në safat e parë duhet filloj qysh herët para se bëhet thirrja, nga se ai që nxiton dhe i ka përcen njerëzit mbi krahët e tyre i shpërqendron ata, i shqetëson ata, andaj edhe ka mundësi që ta humb tërësisht edhe shpërblimin e xumas. Andaj pejgamberi jon na ka thënë që kur shkoni në xhami mos vraponi, po esni ngadalë, atë çfarë e arrini nga namazi, falni. Ndërsa nëse ju ikni pjesë e namazit, plotësojeni. Kjo është rregulla bazë e ecjes tonë në xhami dhe na shoqëron për gjatë faljes dhe gjatë uljes në xhami. Andaj besimtari se xhaminë e konsideron një nga shenjat më madhështore të fesë, nga se kjo dëshmon për devotshmërinë e tij. Sikurse pallatet mbretërore, sikurse objektet e ndryshme qeveritare e kanë kodin e sjelljes, kodin e veshjes madje. Andaj edhe besimtari për xhamit, që janë vendet më të dashura për Allahun e lartësuar, e zgjedh kodin e veshjes dhe veshet me rrobat më të bukura, se do të del në takim me Allahun e lartësuar përmes namazit të tij. Andaj parfumoset dhe zgjedh rrobat më të bukura. Po ashtu nuk e ngrit zërin në xhami që t'i shqetësoj të tjerët. E hiç se hiç, domethënë t'i pengoj të tjerët apo t'i kapërcej dhe t'i shqetësoj duke i prekur fizikisht. Dhe kjo është nga rregullat e arta që Allahu i lartësuar përmes pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam na ka thënë që kur të esni në xhami mos nxitoni. Esni dhe le të dominojë mbi juve qetësia dhe prehja. Dhe kjo gjitha që kur të hysh në namaz, të mos jesh me frymë të ndan e zemra duke duke rrahur me shpejtësi, po të jetë e qetë mënyrë që ta përjetoj namazin. Pra dhe koncentrimi të jetë maksimal. Po, zatën koncentrimi në namaz fillon qysh në marrjen e abdesit. Nga se do ta kesh parasysh me kënd do të takohesh në namazin tënd. Do të takohesh me Zotin e gjitha botëve. Andaj Allahu i lartësuar thotë: "Wa may yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Kush i madhron shenjat e Allahut, kjo dëshmon për devotshmërinë e zemrave. Sigurisht. Kur besimtari e madhron xhamin, kur besimtari kujdeset për pastërtinë e xhamisë, duke filluar nga abdeshanet e me tutje. Kjo tregon që besimtari e madhron atë çfarë Allahu i lartësuar e madhron dhe e don atë çfarë Allahu i lartësuar e don. Dhe andaj besimtari kujdeset për higjienën e tij, për bukurinë e tij, për pastërtinë e tij, dhe kur hyn në xhami përqendrohet në ibadet dhe nuk zhvendoset në gjëra të dunjas. Andaj besimtari, një emet çfarë e shoqëron besimtarin bashkëkohor është që hyn në xhami e me vete e ka tër dunjan me vete. Dhe hyn në namaz dhe nuk e din çfarë thot. Kjo është ajo problematika e kohës bashkëkohore. Hoxha, desha pak të ndalim të çështja e higjienës, sepse marrja e abdesit sigurisht se është kusht, kjo nuk diskutohet, por si duhet të jetë më shumë se abdesi, pra cila duhet të jetë higjiena e përgjithshme e besimtarit, përfshirë këto dhe porositë që i kemi domethënë nga ana e pejgamberit tonë të dashur, si në aspektin e pamjes, si në aspektin e rrobave, do të thotë
cila do të jetë përgjegjësia e besimtarit në momentin kur mësy një xhami? Po, besimtari duhet të zbatoj urdhrat e Allahut të lartësuar dhe profetit e tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu është i bukur dhe don të bukurën. Po ashtu edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka dashur dhe i ka pëlqyer aroma e mirë e miskut e parfumit. Andaj besimtari e vërtetor që Allahu i lartësuar shikon në zemrat tona. Mirë, por këto zemrat tona duhet të manifestohen me një pamje të bukur edhe në anën e jashtme, që kur dikush të na shikoj të sheh bukuri dhe të sheh pedantri në rrobat tona. Andaj edhe është e qortuar, madje e ndaluar që të vije dikush në xhami dhe kundërmend nga aroma. Apo ka hëngër hudër apo qep, apo kundërmend djers, apo erëra të ndryshme që i shqetëson besimtarët. Madje Allahu i lartësuar përmes pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që ti mos i dëmtojmë, mos i të lëndojmë edhe me lajket, ëngjit, ta robër fisnik që adhurojnë Allahun e lartësuar, ne mund t'i lëndojmë me dije apo pa dije. Si mund t'i lëndojmë? Mund t'i dëmtojmë ata duke bartur aroma të pakëndshme dhe i neverisim ata. E kjo kur i neverisim me lajket, me aroma të pakëndshme, atëherë mund t'i shqetësojmë besimtarët me këto aroma. Andaj besimtari kujdeset që në shtëpitë e Zotit ta zbatojë thirrjen e Allahut, i cili na thirr në Kur'an duke na thënë: "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." O njerëz, o bijtë e Ademit, stolisuni, zbukuroheni për çdo faltore t'juaj. Dhe kjo qoftë edhe në faltorën e shtëpisë, se jeni takim me Rabbul Alaminin. E lemo në shtëpitë e Zotit që janë vendet më të dashurat e tij. Qartë. Hoxha, krejt në fund, cila është porosia juaj për të rinjët dhe përgjithësi për xhamatin në raport me pra ruajtjen e kësaj etike, në ruajtjen e këtyre vlerave për të cilat të gjitha pra i përmendën njërin pas tjetrës, një mesazh për fund. Mesazhi im për fund, ja drejtoj vetes sime së pari dhe pastaj të gjithë besimtarëve dhe në veçanti të rinjve. Sëmundja e kohës së sotme, rrjetet sociale, të ndalemi me to para se të hyjmë në xhami. Nga se ato janë çfarë po na e zhvendosin, po na shpërqendrojnë në adhurimin tonë në xhami. Nga namazi, nga lutja, nga dhikri dhe nga Kurani. Këto adhurime madhështore, ato momente të pakta, për 24 orëve që i ndajmë dhe Allah i lartësuar na fton që ta fitojmë mëshirën e tij në shtëpitë e tij, duhet të ndalemi dhe ta luftojmë vetveten që ti mos bëhemi robër të telefonave tanë, të rrjeteve sociale, duke shkuar në xhami, mbase, siç shohim praktik shumë e keqe. Gjatë hutbes të rinj tanë bëjnë scroll në rrjetet sociale. Kjo është një vepër shumë e shëmtuar, nga se aty është fizikisht, mirë po as me zemër, as me shpirt, as me mendje, nuk është në xhami. E atëherë si ta marrësh shpërblimin e namazit? Më thuaj si ta marrësh shpërblimin e lutjeve dhe dhikrit dhe leximit të Kuranit. Porosia ime është që kur të hyjmë në xhami, dunjan ta lojmë të tjera dhe të hyjmë në kërkim të ahiretit, të kërkojmë xhenetit e Allahut të lartësuar dhe kënaqësinë e tij. Hoxha Ndrum, të falenderoj shumë që ndatë minuta me ne në lidhje me këto këshilla kaq të arta. Faleminderit ju. Faleminderit. E pra të nderuar miq, ky ishte bashkëbisedimi që zhvilluam me Hoxhën e nderuar Bleri Mrexha, i cili në mënyrën më të ngrohtë dhe miqësore na foli me të gjithë aspektin e këshillave se si duhet një besimtar duke nisur nga marrja e abdesit e deri tek përfundimi i namazit, pra realizimi i tij në mënyrën më të mirë të mundshme në xhami, ndërkaq që pas kësaj rubrike ne kalojmë tek intervista qendrore e emisionit me një mysafir tjetër. Dhe ja pra të ndëruar shikues, ashtu edhe siç e paralajmërova në storien hyrëse, tani është rradha të zhvillojmë intervistën, pra në kuadër të emisionit Fresia Verore do flasim me ekologun Pajtim Kasrati, me të cilin do diskutojmë pra në lidhje me tematikën që kemi përzgjedhur për ta trajtuar e që është ambienti në Kosovë. Nderuar, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, faleminderit shumë për ftesën. Të flasësh për ambientin në përgjithësi, pra ambientin në Kosovë, kemi shumë aspekte për të trajtuar, por si vlerësohet gjendja aktuale në ambientin tonë, pra në Kosovë? Faleminderit.
Të flasim për mjedisin Kosovë është një temë shumë e gjerë, mirë po të ndajmë në pjesë të ndryshme, po të shohim që vit pas viti Kosova po bën hapat e mirë në kuadër të përmirësimit të gjendjes së mjedisit. Në aspektin ligjor, Kosova po niveli qendror ka hartuar dhe ka miratuar ligjet përkatëse në secilën në fushë të mjedisit, qoftë për mbeturinat, ujrat, sfundi edhe ligjin për ndryshimet klimatike. Ndërsa në nivelin lokal, në bashkëpunim pra me komunat, niveli qendror ka hartuar edhe plane të ndryshme në trajtimin e fushave të ndryshme mjedisore. Mirë po në implementimin e tyre domethënë dohet pak kohë dhe vullnet politik që ko pas kohë domethënë që bëhet implementimi i këtyre planeve. Po problematikat kryesore në aspektin mjedisor, cilat janë ato dhe a kanë ndonjë kategorizim apo në përgjithësi shquhen si problematika? Në përgjithësi mjedisi në të rrezullin toksor domethënë ka ndotje të ndryshme. Për ne në Kosovë si problematika kryesore në degradimin apo në dëmtimin e mjedisit e kemi mbeturinat, që ende nuk po e kemi ndonjë plan afat gjatë në menaxhimin e tyre. Po ashtu si problematik tjetër e kemi edhe ndotjen e ajrit nga termocentrali dhe nga komunikacioni, dhe problematik tjetër është edhe ndotja e lumejve që bëhet përveç mbeturinave bëhet edhe ndotja e lumejve nga ujrat e zeza. Pra Kosova ende nuk ka një sistem të qëndrueshëm të menaxhimit e ujrave të zeza, mirë po në vendet në pjesë të ndryshme veç ka filluar ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujrave të zeza, por kjo bën kohë. Dhe kur jemi pikërisht te këta faktor pra që ndikojnë në ndotjen përgjithësi të ambientit, përmendet edhe ndotjen e ajrit. Si ndikon direkt në shëndetin e njeriut ndotja e ajrit, pra marr parasysh faktin se rrethi i Prishtinës pra ka ndotësit tashmë tradicional pra termocentralin Kosova A dhe Kosova B. Ndotja e ajrit në përgjithësi në Kosovë është më theksuar në vendet urbane ku edhe hapësirat gjelbruese janë më të mëngta, ndërsa në zonat rurale ndotja e ajrit është më e vogël. Normalisht që ndotja e ajrit si ndotje tek njeriu, tek shëndeti i njeriu direkt ndikon sidomos tek rrugët e frymëmarrjes me smundje të ndryshme kronike, por ndotja e ajrit nuk është vetëm një faktor apo nuk është vetëm një element, është edhe elementi tjetër që është uji dhe toka si tri elemente përbërëse të mjedisit, dhe nga ndotja e ajrit automatikisht domethënë ndotet edhe uji edhe toka, ku ne ushqimin e marrim nga uji dhe nga toka dhe është pra edhe ndotja e ajrit në mënyrë indirekte ndikon edhe tek shëndeti i njeriu. Në të kaluarën pra para 15-20 vitesh e më shumë, sidomos në këtë kohë kur po flasim pra në kohë vere, të gjithë lumenjët kanë qenë të vërshuar nga fëmijët, nga të rinjët pra për aktivitete që kanë qenë karakteristike për sinën e verës. Sot hasim lumenjë në të cilën derdhen ujrat e zeza. Pse po ndodh kjo dhe kush e rregullon, pra ka mekanizëm që ndalon një gjë të tillë? Normalisht po të flasim për një periudhë më të hershme, lumejt në Kosovë kanë qenë shumë të pastër dhe pothuajse të gjitha lumejt në Kosovë ka pas edhe faun, peshqe, llojeve të ndryshme që gjithë qytetarët kanë mujtë të vizitojnë dhe të shfrytëzojnë ato. Mirë po, sidomos pas luftës, është vërejtë me zhvillimin ekonomik, janë rritur edhe kërkesat e qytetarëve për shfrytëzimin e këtyre resurseve mjedisore. Me zhvillimin ekonomik, normalisht që edhe në rrit nevojat pra për të shfrytëzuar këto resurse dhe automatikisht është bërë edhe prodhimi i ujrave të zeza, përdorimi i pesticideve pastaj në tokat bujqësore, përdorimi i detergjenteve të ndryshme që bëhet për higjienë, e gjitha këto domethënë përfundojnë në sistemin e kanalizimit, ku shumica prej komunave kanë ndërtuar sistem kanalizimi në zona urbane dhe rurale, mirë po nuk janë merr shumë me sparje që është si hallë e parë ndërtimi i impianteve të ujrave të zeza. Pra vetëm është bërë grumbullimi i këtyre
në ujrave të zeza dhe në fund përfundojnë në lumej. Përmenda edhe më herët, në disa pjesë, në disa komuna janë ndërtuar disa impjante të ujrave të zeza, edhe nivelli qendror ka planifikuar që në secilën pjesë të Kosovës të ndërtohen impjante të ujrave të zeza në mënyrë që këto ujra mos të përfundojnë në lumej. Lumejt fatkeqësisht në Kosovë janë në një gjendje jo të mirë, pasi që përveç ujrave të zeza, përmenda edhe më herët, janë edhe mbeturinat, që llojet e ndryshme hudhen domethënë llojet e ndryshme të mbeturinave hudhen në lumej. Për këtë duhet pra plan afatgjatë në trajtimin e mbeturinave në mënyrë që mos përfundojnë në mjedis. Me fjalë tjera i bie që niveli lokal në mbar vendin pra është i ngarkuar ekskluzivisht pra me çështjen e ruajtjes dhe mbrojtjes së lumenjve nëpër territoret ku ata i zotërojnë apo jo? Aspektin në çështjen e lumejve është niveli qendror, ai që është si pronar apo si përgjegjës kryesor për kujdesin e lumejve, përveç zonave urbane që i kanë disa kompetenca në nivelli lokal, mirë po në aspektin e përgjithshëm është niveli qendror, ndërsa për menaxhimin e mbeturinave kompetente janë komunat, domethënë janë ekskluzivisht ngarkohen komunat që merren me menaxhimin e tyre. Mirë po kjo normalisht që komunat nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm në trajtimin e këtyre mbeturinave apo në menaxhimin e mbeturinave, duhet normalisht të jetë një bashkëpunim mes nivelit qendror dhe lokal në mënyrë që të kemi një menaxhim të qëndrueshëm qoftë për mbeturinat, qoftë për kujdesin e lumejve kështu me radhë. E them këtë sepse ne dëgjojmë shpesh nëpër fushatat nivelit lokal kur thuaj se të gjitha subjektet politike në të gjitha komunat e vendit përdorin termin e impjanteve, pra përdorin çështjen e mbrojtjes së ambientit, do thotë sikur është pjesë aktive e çdo fushatës në nivelin lokal. Po. Mos ndërhim në pjesën e fushatave elektorale apo në pjesën politike, mirë po është e qartë që komunat kanë kompetencë apo kanë obligim vetëm në shtrirjen e rrjetit të kanalizimit, ndërsa për furnizimin me ujë janë kompanitë apo KRU-t, kompanitë regionale të ujësjellësit në rajonet të ndryshme të Kosovës që bëjnë apo kanë kompetencë në furnizimin e qytetarëve me ujë, po ashtu kanë kompetencë edhe në menaxhimin e ujrave të zeza. Mirë po, për ndërtimin e këtyre impjanteve do të një kosta e madhe që normalisht përveç mbështetjes nga niveli qendror duhen edhe donacione nga organizatat e huaja. Sigurisht. Ne si shoqëri shqiptare, si shoqëri kosovare në përgjithësi, shquhemi për një natyrë individuale, pra një individualizëm e kemi të theksuar në mënyrën se si veprojmë kur është në pyetje ruajtja e ambientit, sepse i kushtojmë rëndësi shumë ruajtjes së ambientit personal nëpër oborret tona, por nuk shquhemi se jemi të tillë edhe nëpër ambientet e hapura. Sa jemi të ndërgjegjësuar si popull dhe sa duhet punojmë më shumë që ai ndërgjegjësim të arrijë nivelin e kënaqshëm që edhe në ambientet e hapura si këtu ku po bisedojmë të kujdesemi pikërisht për këtë natyrë kaq të bukur që na ka falë Zoti. Atëherë përveç aspektit të ligjor që është si mjet kyç në ruajtjen e mjedisit, është edhe vetëdijsimi. Po ta marrim kështu me shkurt, ne si qytetarët Kosovës ndoshta kemi vetdijen e mirë që mjedisin duhet ta ruajmë, mirë po kemi atë shprehinë e mangët në praktikimin e saj. Pra ne e dimë që mjedisin duhet ta ruajmë, nuk duhet të hodhim mbeturinat apo nuk duhet ta ndotim lumej, mirë po atë shprehinë e praktikës e kemi të mangët. Prandaj këto dy fusha, pra edhe si aspekti ligjor edhe si aspekti vetëdijsimit, do të punojnë në mënyrë reciproke, në mënyrë që të kemi një rezultat më të mirë. A punohet në drejtim të intensifikimit të gjobave apo ngritjes së vlerës këtyre gjobave karshtin ndotësve që janë që të cilët bukur shumë e degradojnë pra ambientin, sepse sikur kemi nga njëherë pamje që njerëz me rimorkë, me kamion ndryshëm, do thotë bëjnë derdhje vende pa vend të mbeturina. Kanë hartuar domethënë ligje, por edhe kanë bërë edhe rregullore për gjoba mandatore për hudhjen në vendet e palejuara të mbeturinave, niveli qendror apo Ministria përkatëse që është Ministria e Mjedisit, bën inspektime të ndryshme, mirë po
Çështja është që gjobat mund të ndodhin, mund të gjobiten qytetarët, por ende nuk kemi parë që qytetarëve i ofrojnë mundësi se ku t'i hudhin këto mbeturina. Tash aktualisht kompanitë që merren me menaxhimin e mbeturinave grumbullojnë vetëm mbeturinat të anvistrisë, domethënë nga shtëpitë që gjenerojnë anvistrisë e mbeturina, dhe këto kompani janë të licencuara për grumbullimin e këtyre mbeturinave. Mirë, po ende asnjë komunë nuk ka ndonjë plan apo nuk ka ndonjë mekanizëm që t'i grumbulloj edhe mbetje të tjera siç janë ato ndërtimore, mbeturinat e vëllëmshme që janë këto rendite ndryshme që bëhen qoftë për renovime apo për nevoja tjera familjare, dhe qytetarët me dashje pa dashje detyrohen që këto mbetje t'i hudhin në mjedise, domethënë që nuk është lejuar, mirë po prapë nuk i ofrohet zgjidhje. Prandaj si zgjidhje më e mirë është që fillimisht niveli qendror në bashkëpunim me nivelin komunal të krijojnë mekanizma, të krijojnë mundësi qytetarëve që t'ju kryhet ky shërbim edhe për mbeturina ndërtimore, edhe për mbeturina të vëllëmshme, në mënyrë që pastaj të kenë edhe arsye të gjobitin ata qytetarë që hudhin mbeturinat në mjedis. Sigurisht. Teksa po flasim, ka shumë qytete në Kosovë në të cilat ndërtimi, hapësirat e betonizuara thuaj se janë në kulminacion të veprimit tyre, pra kemi qytete të tëra të cilat dominohen nga sasia e madhe e betonit. Sa është e rëndësishme që qoftë Ministria e Mjedisit, qoftë drejtoritë përkatëse në nivelin lokal të kenë një bashkëpunim që edhe në këtë fluks të ndërtimit ta ruajmë një hapësirë, edhe pse dëgjojmë se në çdo ndërtim duhet të jetë proporcioni ndërtim gjelbërim, por pse nuk e hasim një gjë të tillë në praktikë? Sidomos pas luftës ne kemi parë dhe kemi përjetuar ndërtimet që janë bërë shumë ndërtime të egra, sidomos në kryeqytetin tonë Prishtinë, por edhe në qytete tjera të mëdha, që janë bërë ndërtime pa kriter. Pra nuk jemi ne si ekolog, nuk jemi kundër ndërtimit, nuk jemi kundër zhvillimit, mirë po çdo punë, çdo ndërtim që bëhet sipas standardeve apo sipas në harmoni me mjedisin. Sipas standardeve europiane, ndërtimet duhet të jenë proporcion 40% ndërtim dhe 60% hapësira gjelbëruese. Tek ne në Kosovë kjo shumë pak ndodh, mos po themi fare. Shohim sidomos në Prishtinë edhe në komunat përreth që ka ndërtime të egra që janë në afërsi shumë afër njëra tjetrës dhe hapësirat gjelbëruese pothuajse nuk ekzistojnë më. Normalisht që hapësirat gjelbëruese kanë rëndësinë e veçantë, pasi që përveç që bëjnë pastrimin e ajrit, njëjtën kohë ato shërbejnë edhe si hapësira rekreative, sikurse kjo pjesa këto, pastaj edhe ul edhe zhurmën e makinave nga komunikacione e kështu me radhë. Po në lidhje me reciklimin e mbeturinave, pra sepse dihet që vendet e zhvilluara tashmë në ndërtim çështjen e reciklimit e kanë të zgjidhur dhe ka vite, dekada që e zhvillojmë këtë formë përpunimit. Ku ka arritur Kosova në këtë nivel? Sa ne punojmë për reciklimin e mbeturinave që më pastaj ato t'i rikthejmë në funksion? Nuk mund të themi që s'kanë marrë hapa më herët, po edhe tash niveli qendror dhe niveli lokal për trajtimin e mbeturinave të riciklueshme. Kjo don kosto, kjo don së pari edhe vullnet politik. E përmenda edhe më herët që ekzistojnë kompanitë pra që merren me grumbullimin e këtyre mbeturinave të anvestrisë. Mirë po këto mbeturina pastaj përfundojnë gjitha në një deponi sanitare ku është e caktuar. Por për menaxhimin e qëndrueshëm të mbeturinave duhet normalisht trajtimi i mbeturinave të riciklueshme. Është merr hapa më herët, domethënë në disa komuna, bashkëpunim me kompanitë për menaxhimin e mbeturinave në ndarjen e mbeturinave të riciklueshme, sidomos për plastik, letër dhe metale apo kanaçe. Mirë po mungojnë infrastruktura e qëndrueshme, infrastruktura domethënë duhet që të kemi kamion të veçantë për grumbullimin e këtyre mbeturinave, edhe normalisht do të kemi edhe atë pikën e fundit ku bëhet trajtimi i mbeturinave për riciklimin e tyre. Aktualisht Kosova nuk ka pra një sistem të tillë, ekzistojnë kompani private që merren me grumbullimin e këtyre mbeturinave të riciklueshme, por vetëm i seleksionojnë apo i ndajnë dhe pastaj i eksportojnë në vendet të ndryshme ku bëhet riciklimi i tyre.
për ndërtimin e riciklimit apo fabrikave për riciklimin e tyre duhet mbështetje institucionale nga niveli qendror në bashkëpunim me nivelin lokal në mënyrë që të kemi një menaxhim më të mirë dhe mbeturina më pak në mjedes. Dërsa vendi ynë gjatë gjithë vitit ballafaqohet me prerjen ilegale pra të ambientit, pra të natyrës, të dronjve, por me theks të veçantë gjatë periudhës së verës kemi edhe rrezikun e kanosjes nga zjarret, të cilat qëllimshëm aktivizohen dhe pastaj dalin jashtë kontrollit. Si ndikojnë pra ndezja e pyjeve dhe prerja ilegale e dronjve në ruajtjen përgjithësi ose në dëmtimin e ekosistemit? E theksova edhe vetë që sidomos në periudhat e nxehta të verës në Kosovë ndodhen zjarre në malet tona, që nuk kemi edhe shumë male, por ndodhen edhe ndezja e hamullorëve pra gjatë kurrëshirjeve të tokave punuese. Dëmtimi dihet, domethënë përveç që dëmtohet që ndotet ajri nga zjarret, dëmtohen edhe shkatërrohen shumë lloje të bimeve dhe shumë lloje të shtazëve që jetojnë në ato vende. Po ashtu edhe prerja e pyjeve, pra përveç që po shkatërrohet ai mjedis, ajo lloj i dronjve, domethënë shkaktohet që mos bëhet pastrimi i ajrit. Po ashtu bën edhe ndodhin pastaj edhe këto ndryshimet klimatike me ngrohjen globale ku sidomos në kohët e fundit në Kosovë po e vërejmë që po kemi vërshime të kohëpaskoshme dhe po bëjnë katastrofa apo edhe momente fatale tek jeta e njerëzit. Nderuar, të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim kaq të ngrohtë dhe miqësor dhe na dhatë mjaft informata dhe këshilla se si duhet jemi më të ndërgjegjshëm në raport me bukuritë tona natyrore. Faleminderit ju, është kënaqësi. Pra të nderuar miq, kjo ishte intervista me mysafirin ton Pajtim Kastratin, ekolog me të cilin pra biseduam gjëra gjatë në lidhje me natyrën tonë të bukur kosovare. Andaj pas kësaj interviste ne kalojmë në rubrikën pasuese. Ndërka tani miqtemi të nderuar, është radha të ndjekim mendimet e qytetarëve në lidhje me dinjitetin dhe krenarin tonë, pra këtë vlerë të cilën ne e posedojmë dhe e gëzojmë ndër breza, si qëndron ajo ditëve të sotme, do i pyesim qytetarët dhe do marrim mendimet e tyre në lidhje me pikërisht këtë tematikë. Si popull jemi krenar bollë, se rase e mirë shumë, prindë tonë kanë pas ma mirë këtë dinitetin, në pak ma si e kemi pak ma dopt. Krenar mas bënë se jine që jem shqiptar, jem patriota, e doj venin shumë. Flamur e historia jonë, tradita jonë gjitha, po mas shumë të edhe jam shqiptar musliman, pra të arsye jem krenar mas shumë të. Jemi krenar, si shqiptari jemi. Pej babalarve të në stërgjyshe këtë na banë muni krenarve, se edhe do të muni, edhe do të me këtë furna. Pra të nderuar shikues, tani është koha të zhvillojmë intervistën pas këtyre mendimeve që ndoqëm nga qytetarët në lidhje me temën pra që zhvillua me ta që kishte të bënte me dinjitetin dhe krenarin. Pikërisht për këtë aspekt do flasim me hoxhën e nderuar Sedat Islami. Selam aleikum hoxh. Aleikum selam. Të flasësh për dinjitetin dhe për krenarin ton kombëtare e po ashtu edhe për atë fetare hoxh, padyshim se kemi shumë çka për të folur. Si shquhet ky aspekt pra në përditshmërinë tonë, qoftë atë kombëtare dhe fetare? Shqani, ne si besimtar dallojmë nga tjerët për faktin se ato vlerat me të cilat jemi të edukuar, ai morali me të cilin jemi të formuar, është i atill që kërkon prej nesh, kemi një personalitet veçantë, një personalitet që dallon nga të tjerët. Prandaj ti je besimtar, musliman, ti je shqiptar, në kupton që dallosh për disa vlera që nuk mund t'i gjesh tek të tjerët. Është ndoshta në fatin tonë se disa prej tyre tipareve që i kemi edhe si kom,
përkojnë me tiparet tona fetare, prandaj konsideroj që një bashkëdyzim i tyre vërtet sjell personalitete të mëdha. Ne këtë kemi edhe në histori, jemi popull jo shumë i madh, por fatbarësisht i kemi ofruar shoqërisë njerëzore emra të mëdhenj dhe këtë fal pikërisht këtij kombinimi të bukur dhe të çmuar ndërmjet aspektit fetar dhe këtij kombëtar. Ndërka që hoxh, si lidhet dinjiteti i besimtarit pra me aspektin e dinjitetit, pra si ndikon dinjitetin vetvete tek besimtari? Ajo që fillimisht do doja ta kemi të qartë edhe si koncept, nga se jo rrallë ne i ndëgjojmë disa fjalë, disa nocione, disa koncepte, por që në të vërtet nuk i zbërthejmë sa duhet, prandaj edhe ndonjëherë i përdorim vende pa vend, ndonjëherë edhe u ahuqim kuptimet. Për neve si besimtar, dinjiteti ndoshta një përkufizim i shkurtër, dinjiteti është sinonim i vetbesimit. Pra të kesh dinjitet nënkupton që të kesh besim. Ndryshe, dinjiteti është ajo tërësia e atyre vlerave në cilat ne besojmë, është ai korpusi i atyre virtyteve dhe tipareve për të cilat ne dallojmë si besimtar, është ajo lidhja jonë me Zotin, është ajo çka ne në të besojmë dhe e cila reflekton tek ne. Prandaj dinjiteti do ta quaja thjesht besim. Pra është fizionimia e besimtarit, është imazhi i vërtetë i tij, është karakteri i besimtarit, është diçka për të cilën dallon besimtari. Dinjiteti si virtyt është i rëndësishëm për faktin se reflekton fuqishëm tek njeriu. Dinjiteti jep kuptim edhe në këtë aspektin fetar, pra e bën besimtar të denj, por edhe në kuptimin njerëzor e ruan me fanatizëm, do të thosha, anën humane të njeriu, nga se ju e dini sa herë që humbet dinjiteti. Njeriu kushdo qoftë ai bie në nivele të ulta që pastaj e bëjnë të neveritshëm, e bëjnë ja humbin pozitën, e bëjnë të padëgjueshëm në mesin e njerëzve. Nga ky aspekt konsideroj se dinjiteti është një rëndësie të veçantë, nga se arrin që nxjerr edhe besimtar të mirë, por edhe në kuptimin human, një njeri i cili beson tek vlerat, një njeri i cili pavarësisht provave, atë që është e pashitur, nga se vlerat nuk shiten, dinjiteti nuk shitet, morali nuk shitet, pra gjërat që janë të kësaj natyre, tek ai nuk kanë kosto dhe rrjedhimisht nuk bën kompromis me to. Sigurisht. Hoxhë, si duket, dinjiteti dhe krenaria shkojnë paralel njëra me tjetrën, apo të ndryshe nuk bën njëra pa tjetrën? Po çka në fakt i dëmton këto dy tipare? Çka i lëndon në fakt? Kështu, dinjiteti dhe krenaria, ne duhet ta kemi vetëm të qartë se sa herë flasim, po e përsëris prapë, sa herë flasim për këto virtyte, ne kemi për qëllim konceptin islam të tyre. Sigurisht se ju e dini që Islami ka një mision, dhe misioni i tij është atë që është e mirë ta ngrit në nivel të përsosërisë. Pra të bëj përsosjen e virtyteve dhe të tipareve. Prandaj ne kemi një koncept të veçantë për krenarin, një koncept të veçantë për dinjitetin, i cili asnjëherë nuk shtrembrohet, nuk deformon, nuk transformohet në diçka që pastaj mund të ketë pasoja, pra nuk kalon në arrogancë, në fanatizëm, Sigurisht. Dinjiteti dhe krenaria rrezikohen në masë të madhe kur e humbasin këtë përmbajtjen fetare që kanë. E humbasin këtë shpirtin, këtë brumin, këtë ajkën fetare që duhet ta kenë. Sa herë që ne zhveshemi prej asaj që është helpsore, që është parimore, që është vlere e mirëfillt, ne pastaj e rrezikojmë edhe dinjitetin edhe krenarin. Nëse dinjiteti edhe krenaria janë produkt
i një korpusi vlerash. Pra janë reflektim e disa virtyteve dhe tipareve, atë zhveshje për këtyre virtyteve realisht e rrezikon edhe vetë dinjitetin dhe vetë krenarin. Ose me fjalë tjera për neve, vëlla nderuar, sa herë që ne largohemi nga kuptimet e vërteta, nga domethënjet e vërteta të këtyre koncepteve tona, ne rrezikojmë që pastaj të imitojmë të tjerët dhe mos kemi diçka origjinale. Ajo që do doja ta përmend, ndoshta është me rëndësi të veçantë të thuhet kjo, është se tek ne dinjiteti i ka dy premisa ose dy përbërës, dy komponent do të quaj kësaj, cilat e formsojnë konceptin tonë për dinjitetin. E para ka të bëjë me këtë pavarësimin human, njerëzor, dhe e dyta ka të bëjë me lidhjen tonë me Zotin. Ndoshta kjo më së miri mund të shprehet nga rasti dikujt për brezave të parit, cili kur e ka prezantuar Islamin para dikujt, e ka prezantuar këtë krenarin islame, ka thënë ne jemi njerëz që dikur e kemi shtypur njëri tjetrin, e kemi vrar njëri tjetrin, kemi ngrënë gordësira, kemi pirë alkool, ndërsa Zoti na ka shpëtuar prej tyre. Ne jemi njerëz që Zoti e dërgoi këtë fe për të nxjerrë nga adhurimi i njerëzve në adhurimin e Zotit të njerëzve. Pra në kuptimin human, ne jemi njerëz që jemi larguar nga gjërat që rëndon me ulje vlerën e njeriut. Pra kur ne shohim dikë duke konsumuar raki ose duke shtypur dikë, ose janë gjërat që na bën ta ndrojmë qëndrimin ka shiti. Dhe e dyta, kur ne shohim dikë që i përulet dikujt, bëhet sklavi dikujt, bëhet robi dikujt, jo i Zotit, ne shohim se këto gjëra do të thotë e humbin vlerën e tij tek ne në sy tan. Prandaj Islami ka bërë këtë formim të konceptit për dinjitetin, e para duke ja mundsuar atij që në kuptimin e vlerave humane, ai thjesht të ruhet prej gjërave që njollosin, dhe e dyta, në kuptimin e vlerave shpirtërore që t'i bindet dhe nështrohet vetëm në Zotin. Sigurisht. Por hoxhë, a ekziston një rrezik kur jemi tek krenaria, teprimi i krenaris, e ul pastaj modestin? Ne si besimtare kemi të qartë se sa herë që teprohet me gjëra, teprimi është koncept fetar i cili gjërat që janë të lejuara, që janë në parim të pëlqyera, të preferuara, i nxjerr nga normalja dhe i shndron madje edhe në mëkate. Nuk ka dyshim se sa herë që ndodh teprim me krenari, ose do thosha kur krenaria është e zbrazët nga kjo përmbajtja fetare, atëherë vjen deri tek deformimi i saj. A mundet që krenaria me u shndru në fanatizëm? A mundet që krenaria me u shndru në shtypje të tjerëve, në fyrje të tjerëve, do të thotë me degradu kuptimi i saj në atë mënyrë që pastaj ajo të jetë ofenduese, të jetë fyese? Sigurisht se po. Prandaj ne gjejmë, i nderuar vëlla, në tekstet fetare, ne gjejmë mësime që këtë krenari të kësaj natyre e klasifikojnë si gjahiliet. Për shembull, thirrja në të kaluarën, thirrja në etër, thirrja në fesë, në gjërat që janë edhe raciste, kanë elemente racizmi, në aspektin fetar konsiderohen si gjahiliet. Pra gjahiliet, diçka që nuk përkon me vlerat e mirëfillta, jo vetëm fetare, por as edhe humane. Prandaj ka mundësi që krenaria të deformoj dhe pastaj tjetë irrituese. Kur ti e dikë që i mburret në tekstet fetare, mburrjen e kemi prej atyre tipareve që janë mëkat. Mendjemasia është prej atyre gjunave, prej atyre mëkateve që në aspektin fetar konsiderohet madje që edhe privon njeriu nga hyrja në xhenet. Prandaj sa herë që në thotë ikim nga koncepti i vërtet, ndodh edhe fatkeqësisht deformimi i tyre.
Hoxhë, krejt në fund të këtij segmentit, pra të kësaj bisede, cila është porosia juaj, pra cilat duhet tjeta e krenaria jonë kombëtare për ta ruajtur dhe për ta ushqyer dinjitetin tonë qoftë kombëtar dhe fetar? Ne, ashtu siç edhe kanë vënë re studius ndërkombëtar, kemi disa elemente kombëtare që në fakt e kanë nxitur dhe kanë motivuar dhe përqafimin e Islamit. Ajo krenaria që kemi si burra, besa për të cilin kemi dalluar, respektin, nderimi mysafir për të cilin kemi dalluar edhe si kam bërë që mësimet islame t'i përqafojmë me një lehtësi të jetë madhe. Prandaj këshilla ime, porosia ime do të ishte që të mos largohemi nga Islami, i cili na bën krenar në këtë botë dhe në botën tjetër, mos largohemi nga parimet, nga edukata, nga kultura jonë kombëtare e cila na bën me nder. Nuk kemi nevojë që t'i vardisemi askujt. Krenaria dhe dinjiteti nënkuptojnë që të mbetesh vetvetja dhe të kesh nderim për vetveten, edhe nëse të tjerët nuk të pranojnë. Unë konsideroj se si popull kemi me çfarë të mburremi, jo me çfarë diçka na skuq ose diçka na bën me marrë me tot përkundrazi. Prandaj si shqiptar dhe si musliman konsideroj se kemi me çfarë të mburrim, prandaj t'i ruajmë këto gjëra nga se e ruajmë vetveten. Asesi të turpruheni. Asesi. Hoxhë nderuar, falenderoj për këta minuta që ndot me neve. Kënaqësia ishte jona, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. E të nderuar miq, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit të sotëm këtu në Freskinë Verore në ekranin e PIS TV-s. Ne do të takohemi sërish në emisionin tonë të radhës. Deri atëherë, asalamu alaikum.